Mirë, do të lidhem me korespondentin e Euronews në Prishtinë, Kosovë Gjozi, për kuptuar diçka më shumë rreth këtyre flet arresteve për Radojčić, por jo vetëm, edhe të dyshuarve të tjerë të cilët kanë kryer sipas prokurorisë krime lufte. Kosovë, të përshëndes. Edhe një herë në mënyrë të përmbledhur, cilat janë akuzat që rëndojnë për Radojčić dhe të dyshuarve të tjerë për sa i përket krimeve të luftës? Me aq sa kemi arrit të mësojmë dhe çfarë është raportuar pak a shumë në pjesë të madhe të mediave kosovare, bëhet fjalë për një flet arrest ndaj Milan Radojčić dhe 90 persona të tjerë, duke pas parasysh lirë që zoti Radojčić me origjinë pra vjen nga rajoni i Gjakovës dhe normalisht kjo deri diku e krijon atë lidhjen e dyshimeve që ka prokuroria speciale sa i përket përfshirjes së tij në krime të tilla. Bëhet fjalë pra që ai me grupin prej 19 vjetave që ka qenë pjesë e forcave të policisë dhe ushtrisë serbe në atë kohë, pra gjatë majit të 1999-s, kanë hyrë në atë rajon, në fshatrat e atij rajoni dhe kanë nxjerrë nga shtëpitë me dhunë duke ndarë gratë nga burrat dhe me këtë rast mëshkuj që janë ndarë nga familjet janë në mesin e atyre 106 të vrarëve të cilët pas luftës janë gjetur në varrezat masive në batajnicë të Serbisë. Po ashtu ky grup dyshohet se përveç vrasjes së këtyre civilëve shqiptar, gjatë kësaj periudhe të njëjtë ka burgosur dhe maltetruar më shumë se 300 persona nga komuniteti shqiptar, kryesisht burra, të cilët pas një periudhe të caktuar që janë mbajtur në burgje të improvizuara me kushte çnjerëzore, pra dhe me trajtim çnjerëzor. Jo pak prej tyre janë dërguar nëpër burgje të ndryshme të Serbisë dhe Kosovës, e cilët një pjesë e madhe pastaj, siç e dim pak a shumë, janë liruar gjatë vitit 2000 dhe 2001 me ndërhyrjen e kryqit kush ndërkombëtar dhe organizatave tjera ndërkombëtare. Dhe normalisht kjo kërkesë e prokurorisë speciale ka ardhur pas hetimeve goxha të gjata, duke pas parasysh se prokuroria speciale e Kosovës ka një kohë të gjatë që ndoshta i ka kushtuar një rëndësi pak më të madhe pjesës e hetimit dhe ngritjes së akuzave për persona që dyshohen për krime lufte, dhe në mesin e këtyre angazhimeve dhe punës që po bën prokuroria speciale për është edhe kjo akuzë që është përgatitur për Milan Radojčić dhe grupin e tij. Kem parasysh lirë se Milan Radojčić kërkohet nga drejtësia kosovare jo vetëm për tashmë krime lufte, pra akuzë dhe flet arrest që më i është ngritur dhe i është lëshuar, me kërkesë të prokurorisë nga gjykata themelore e Prishtinës, por Milan Radojčić kërkohet nga drejtësia kosovare dhe për përgjegjësinë që ai ka marrë sa i përket sulmit në Banjë të Zveçanit në shtator të 2023, ku humbi jetën Afrim Bunjaku. Pra në një forme tash ka dy fish arsye që Milan Radojčić të sillet para drejtësisë dhe normalisht në këtë aspekt fatkeqësisht nuk është se presim, por do duhej që të kishte një bashkëpunim nga ana shtetit serb në mënyrë që këta persona përfshi këtu edhe të tjerat, jo vetëm në Radojčić, të sillen para drejtësisë. Dhe siç është edhe më herët, Milan Radojčić pra me origjinë është rritur në rajonin e Gjakovës dhe pak a shumë kjo ka bërë, domethënë dëshmitë e mbledhura, ato çfarë prokuroria speciale ka arritur marrë edhe nga dëshmitarët, nga familjarët e atyre që janë gjetur pastaj pas luftës gjatë gërmimeve në vendet e ndryshme, qoftë në Serbi e në Kosovë, pra kanë ardhur deri te ajo që të ngritet akuza dhe të lëshohet flet arresti për të ndaluar Milan Radojčić dhe të tjerët. Ajo çfarë del të jetë problem i lirë është fakti se Milan Radojčić po dhe të tjerët, jo besoj që shumica nga ta, siç e dim, e kanë gjetur strehen në Serbi dhe vazhdojnë të jenë të lirë, derisa bashkëpunimi i shtetit serb në këtë drejtim për dorëzimin e tyre edhe ekstradimin e tyre në Kosovë për të përballur me akuzat me të cilat ata ngarkohen është zero, pra nuk ekziston fare, pavarësisht presioneve që Serbia ka pas vazhdimisht, sidomos për çështjen e rastit të Banjskës, prapse nuk është se kemi pa ndonjë hap në këtë drejtim dhe ajo çfarë fatkeqësisht mbetet, po them, deri diku vetëm në letër, pra edhe kjo akuzë mund të shkoj në atë drejtim për faktin se gjasat që Milan Radojčić të sillet para drejtësisë kosovare janë të vogla. Megjithatë, kjo është një punë që duhet vlerësuar sa i përket asaj çfarë ka bërë prokuroria dhe
institucionet e drejtësisë Kosovës në mënyrë që sa më shpejt dhe sa më parë të zbardhen pra rastet e tilla përfshi këtu edhe krimet e luftës, por normalisht edhe rasti i Banjskës, i cili siç e dim ka marrur jetën e një arresterit e policisë dhe shkaktuar jo pak probleme në atë rajon pra në veriun e Kosovës. Po, Kosovë, teksa vjojnë përpjekjet për konstituimin e kuvendit të Kosovës, punën qeveria Kurti vazhdon që ta ushtroj, apo jo, madje ky i fundit ka qenë ditën e sotme në veri për të hapur një filial të postës në Zveçan. Pse është me kaq rëndësi hapja e postës në Zveçan, nëse do të themi diçka? Po, Ilir, realisht ka janë hapur dy filiale, njëra në Leposaviç dhe njëra në Zveçan, por ndoshta kjo e Zveçanit e ka një simbolik, do të thoja pak më ndryshe për faktin se siç e dim kohë më parë, po ajo ndërtesë, po ajo godin ka qenë cak i sulme me granat dore, që fatmirësisht në atë kohë kur ndodhi solli vetëm dëm materiale, por jo edhe ndonjë dëm tek njerëzit apo qytetarët që jetojnë përreth aty. Kështu që kam përshtypjen që edhe kjo është në atë vazhdën e veprimeve, aktiviteteve që zoti Kurti dhe qeveria e tij kanë pas për dëshmu, po them, një varlloj rikthimit të kontrollit dhe sovranitetit edhe në pjesën veriore, përfshi këtu edhe faktin që zoti Kurti sot është deklaruar që gjithë ata operator telefonik postar që kanë vepruar në veri ilegalisht, tashmë janë mbyllur dhe nuk ekzistojnë dhe tashmë qytetarët do ta kenë mundësinë që përmes zyrave të postës së Kosovës, si në Leposaviç, si në Zveçan, të marrin shërbimet e duhura dhe të nevojshme, dhe normalisht kjo është pjesë e asaj çfarë zoti Kurti po them për 4 vjet të qeverisjes, një fokus goxha të madh e ka pasur në veri, pra në atë pjesë të Kosovës, qoftë me veprimet policore, pra dhe me tentime për të rikthyer kontrollin dhe qetësinë atje, por edhe me veprime tjera siç janë mbyllja e bankave të Serbisë, mbyllja e postës së Serbisë, heqja e dinarit nga qarkullimi, hapja pastaj e bankave dhe postës Kosovës dhe veprime tjera, por mos harrojmë Ilir që tashmë kemi një qëndrim të lidhjes demokratike të Kosovës, sa i përket vendimeve që po bën qeveria në detyrë ose qeveria në dorëheqje e zotit Kurti, që normalisht nuk besoj që mund ta prek vendimin sa i përket hapjes së postës në veri, por që vendime tjera që janë marrë, siç mund të jenë emrimet caktuara të njerëzve në borde apo agjenci apo poste të ndryshme, ka gjaste përballen me kallëzime penale, sepse sipas LDK-s qeveria aktuale që është në dorëheqje, pra që është në detyrë, dhe që në njëjtën kohë një pjesë e madhe e këtij kabineti qeveritar kanë dhënë betimin si deputet të legjislaturës së 9, e cila nuk po arrin të konstituohet, i kanë marrë vendime të cilat mund mos jenë kushtetuese, mund mos jenë të lehtëshme, prandaj edhe mund të përballen edhe me kallëzime penale nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë mbetet e shihet se kur dhe si do ndodh kjo. LDK tashmë vetë se e ka bërë të ditur se janë duke punuar në këtë drejtim, sepse sipas tyre disa vendime që janë marrë nga kjo qeveri pas dorëheqjeve që ata i kanë deklaruar nuk ju takojnë dhe nuk mund të marrin vendime të tilla, duke qenë se janë vetëm qeveri në detyrë. Kosovë, faleminderit shumë për gjitha informacionet, gjitha detajet, të uroj punë të mbarë. Do të vijoj me tjera informacione.